Hoxha Efendi, jeta është e gjatë. Dhe sfidat që na sjell kjo jeta e kemi përpara. Rrugtimi jonë në këtë jetë është me plot xhemba, me plot pengesa. Pa dikën anash, qoftë vllaun biologjik, qoftë një shok si vlla, apo që mund t'i themi për plot fjalën kuptim vlla, pa dyshim që kjo rrugë është e vështirë dhe nuk bëhet. Si me kuptu na vllazëllëkun në këtë udhtim tonin jetësor, si me kuptu ma konkretisht? Ardha e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ngritja e flamurit të Kur'anit dhe sunnetit të tij nga ana e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra i jep forcë, i jep fuqi dhe i jep zgjidhje asaj të cilën ne e kemi synim në jetë. Dhe një shoqëri e cila është e ndërtuar apo e cila është e prirë nga këto dyja, nga Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam, me patjetër se do të ketë një ndjesi të brendshme të saj humane dhe fisnike, do të ketë ide dhe do të ketë mendime të cilat do t'u hapin zemrat e tyre për një dashuri dhe një vllaznillëk. Prandaj edhe një besimtari një cepi dhe besimtari një cepi tjetër të ndihen po aq vëllezër sa janë vëllezër edhe po themi kushtimisht të një vendi. Dhe mbi bazën e këtyre do të thotë që vllau në rrugtimin tonë të jetës nuk duhet të perceptohet apo nuk duhet të jetë mendin tonë si zgjidhje, po dojmë apo nuk po dojmë ne. Mirë, po është një barë, është një emanet nga ana Allahu xhalla xhelaluhu që gjithë secili prej nesh e kemi mbi supët dhe mbi korrizin tonë dhe si të tillë duhet ta trajtojmë me drejtësi. Prandaj edhe ajeti i Kur'anit innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vëllezër, pra nuk është thjesht një marrëdhënie ndjesie, apo nuk është marrëdhënie, nuk është lënë si opsion prej Zotit, më thonë si doni si mos doni. Është një marrëdhënie emocionale, por thjesht kjo është një modelim që Allahu xhalla xhelaluhu e modelon si të tillë që gjithë secili prej nesh e kemi obligim, pra kemi obligim moral që ta e trajtojmë si vëlla, sepse nuk në kalon Allahu xhalla xhelaluhu zgjidhje, pra besimi të bën vëlla. Ajo fuqia besimit ty të bën vëlla, nuk i zgjidhje a do me këndon me dashti apo këndon nuk me dashti. Je me mua deri sa je në mendimin tim dhe të refuzoj atë kur nuk je në mendimin tim. Më pas të fshin nga lista e vllaznillëkut tim kur ti gabon. Ose kur mbaron interesi ose neve kështu të paktën feja nuk na mëson. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kur po i këshillon shokët e vet, po thotë ndihmoni mizorit edhe atij i cili i bëhet dëm. Tani ja Rasulullah, për që ti që i bëhet dëm, e kemi të qartë se pse duhet të ndihmohet. Mirë, po mizorit pse duhet të ndihmohet. Pejgamberi alayhi salatu wasallam duhet të ndihmohet që të mos të bën mizori. Me ndal, me stopuar. Me stopuar, puna e fuqi. Kjo është kështu duhet kuptohet vllaznillëku.